Kreu 150 vjedhje në 2 vite në Tiranë, kapet hajduti serial vetëm 14 vjeç në pranga 2 tutorët. Pothuajse çdo 5 ditë ka kryer një vjedhje në Tiranë gjatë 2 viteve të fundit. Kjo është historia e të miturit 14 vjeçar i cili ka kryer plot 150 vjedhje në kryeqytet në vetëm 2 vite. I mituri i pakapshëm për policinë ishte kthyer në tmerrin e bizneseve dhe qytetarëve që grabiste. Pas 2 vitesh në arati për vjedhje të shumta që kryente i mituri më në fund, është arrestuar nga policia e Tiranës. Bashkë me 14 vjeçarin janë arrestuar dhe 2 tutorë të tij, që e shtynin të miturin të kryente vjedhje. Në pranga kanë shtetasit Agron Doçi 48 vjeç dhe Altin Hyseni 41 vjeç. Nga hetime dyshohet se 2 të arrestuarit më datë 21 janar kanë shtyrë të miturin për të vjedhur një motomjet në rrugën Kongresi i Manastirit, të cilin e ka përvetësuar 14 vjeçari. Policia zyrtarisht njofton se 14 vjeçari është autori dyshuar i 150 vjedhjeve në kryeqytet, 4 prej të cilave gjatë ditëve të fundit. Gjatë kontrollit në një garazh në pronësi të shtetasit Altin Hyseni, policia ka gjetur dhe sekuestruar 2 motomjete dhe pjesë motomjetesh. Policia njofton se po punohet për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të kenë kryer këta shtetas duke përdorur të miturin.